disa vitet e fundit edhe meshkujt mi përdor çantat, përveç jashtë që i kam përdor edhe ma herët. Jashtë gjithmonë ka qenë, në Kosovë nuk është që edhe në Kosovë, sidomos t'jashtit kur vinë, i shohim me çanta edhe me njerë identifikojnë si t'jashtit. Për ndryshe mu kur më shohin zakonisht të për rrugës e diçka, munën me ndodhë që më foljen anglisht ose gjermanisht, veç për shkak të outfitet që i kam, mënojnë që i ko marrë për jashtë, si diçka, po. Ja ka njësë edhe këto tash me përdor. A deri me pushu dentistat, sepse kemi pa fuqeshëm janë në treg për momentin edhe gjatë gjithë kohës janë të fokusuar në marketingun të cilin për zhvillojnë dita ditës? Na me pushu dina këgja mirë, se kur i bojmë pushimet, i bojmë që shdohet, sa akumulohet lodhja këgja shumë, po problemin e kena që pushimet si bojmë kur dojmë na. Për shembull e kena sezonën e verës, që edhe me dasht me shku ndete, s'un keme shku. Se i ki që i pretat atjashtit, jo është sezona, mu përgadit, është fluks i madh i pacientëve. Une për veti, me një pikë që ka su pajtova me personin fjallë, falë se emrin ja u harrova, që thëtë për pjesën që u ledhë që nëse je qëllerë në punë, nuk jetu e bo punën që shdo të se nuk je i zoti sa dot, në që atë nuk pajtona shkoku që për veti e kom një punë këgja që është stresuse. Jo, na ishim të folë për të përgjegjshmit edhe pa përgjegjshmit. Në fakt po, që ke pjesa që të pa përgjegjshëm. Ma lete pa të ajoti, se në fakt nderimi e tha. Po dhe, thonë se thash. Jo, po, tha që ata që në maqëllera janë kështë edhe ma të pa përgjegjshëm në punë. Në qatë pjesë nuk u pajtova shkoku që për shembull unë kam një punë që është këgja me përgjegjësi të madhe, jo veç në pjesën e ordinancës, po edhe në pjesën në spitalin e QKK, ku jem në specializim. Po, nëse nuk ja bën vetit një lloj qili, një lloj ambientit tënd të punës, një lloj energjie tëndën, edhe fillon mundiku pi secilit edhe pi stresit, mendoj që veç ma shumë keme gabu në punë. Kështu që mendoj që shumë ma mirë është me kriju një ambient tëndin ku një është mirë, edhe një është qëll, se mundiku prej stresit edhe margjina për gabim më shumë e madhe. Dhe që ky relaksi dhe që ky qili ka të bëj me ato që shteki trajnu vetën, me vepru në kohën kur ti e më punë. Për replik, tamam për replik. E na ishim të folë për ata të cilët edhe kur janë punë, janë në orar, janë të papërgjeshëm, edhe e kanë që qilin. Më do në ndryshojnë po, mi ikë punës, të të tërsen, më konë qëllë, na kemë që to. Për ndryshën në Kosovë po bëhet turizm dentar, ju dentistat pak si fështirë me pushun këtë kohë. Këgja shtirë është. Po, unë për vetit... Pse ti fut, ko ke ardhë për i detit më? Që të kështë të done e kom frizu para sezonës. Po, jo, mirë, e shfrytëzojmë pushimin mirë, normal që ngarkesa ekzistojnë gjithmonë, edhe kontakti me pacient është i vazhdueshëm, po në përgjithësi po, e shfrytëzojmë. Diana, pastaj do kthehemi edhe tek një video e cila ka qarkulluar në rrjetet sociale për kartmonetat e tua, po du me marrë dhe një mendim nga mysafirët e tjera, sepse e dim që dhe bota estetikës funksionon këgja shumë gjatë muajit të verës. A i shion ju pushimet edhe kur janë pushime për juve? Nëse flasë për Kosovën, tash 2 muaj ditë verë, ndoshta edhe bukën se hajmë që si duhet. Se duhet me shfrytzu këtë verën. Nëse flasë që unë më base që vi edhe prej Zvicre, atje vim me pushu këtu, po këtu nuk pushojmë, po unë po të flasë personalisht për vetën time, kur shkojnë pushim e shijoj maksimum. Se du të shijoj edhe pse